Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sot buke me mjalt, sekreti për të jetuar gjatë, ja si ta përgatisni. Nuk ka një produkt i cili nuk mungon kurrë në kuzhinën e një anvise, ajo është soda e bukës. Përveç përdorimeve në kuzhinë, anvisat e përdorin sodën e bukës kundër një sër probleme shëndetësore. Ajo që dihet dhe pranohet gjerësisht është se soda e bukës është e mrekullueshme kundër baktereve dhe infeksioneve të cilat shkaktojnë edhe sëmundje. Kombinimi i saj së bashku me mjaltin konsiderohet si një kurë ideale për njerëzit me probleme dermatologjike. Soda e bukës ndihmon në eliminimin dhe parandalimin e puçrave dhe akneve. Ajo gjithashtu pastron lëkurën dhe heq qelizat e vdekura, duke përmirësuar shëndetin e lëkurës. Megjithatë, kjo konsiderohet si një grimcë e përfitimeve të mëdha që ofron soda e bukës për shëndetin. Kombinimi i sodës së bukës me mjaltin në një kurë të vetme ndihmon në trajtimin e shumë sëmundjeve. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë se kombinimi i sodës së bashku me mjaltin ndihmon në diabet, në grip dhe në sëmundjet e veshkave. Ja se si ta përgatisni recetën e sodës së bukës me mjalt në të mirë të shëndetit. Si fillim, për përgatitjen e kurrës rekomandohet 120 gram sodë buke dhe 250 ml mjalt. Përziheni së bashku në një enë të thellë derisa të formohet një masë uniforme dhe njëkohësisht e trashë. Vendoseni enën brenda një tenxhereje me ujë të valuar dhe mbajini për 10 minuta. Hiqeni tenxhere nga zjarri ndërkohë që masën e sodës së bukës dhe mjaltit vendoseni në një enë qelçi. Ekspertët rekomandojnë konsumin e 2 deri në 3 lugë gjelle nga kjo kurë çdo ditë për një muaj të tërë. Kura me sodë buke dhe me mjalt mund të merret gjatë kësaj kohe, para ose pas vakteve. Ekspertët gjithashtu paralajmërojnë se është shumë e rëndësishme të dini se nuk duhet të vazhdoni kurën për më tepër se një muaj. Gjatë konsumit të kurës ju duhet që të shmangni mishin e kuq, mielin dhe gjithashtu sheqernat. Ne gjithmonë jemi duke u përpjekur për të gjetur produktin e përsosur i cili mund të bëhet pilula magjike për një trup të shëndetshëm dhe njëkohësisht të bukur. Ne ju bëjmë me dije se ky produkt më në fund është gjetur dhe ai është pikërisht mjalti i zakonshëm. Këtu ne do t'ju tregojmë se cilat janë përfitimet që trupi juaj do të marrë nëse do të hani një lugë mjalt në mëngjes. Pastron fytyrën. Mjalti është një antioksidant i shkëlqyeshëm që do të thotë se konsumimi i tij i rregullt do të pastrojë trupin tuaj nga toksinat e ndryshme. Përveç kësaj, vetitë e tij antibakteriale do të përmirësojnë ndjeshëm gjendjen e lëkurës tuaj dhe gjithashtu duhet të keni parasysh se largon peshën e tepërt nga trupi. Ne gjithmonë jemi duke u përpjekur për t'u dobësuar, ndërkohë mjekët rekomandojnë që ju të hiqni dorë nga të gjitha ëmbëlsirat përveç mjaltit. Kjo sepse sheqeri i pranishëm në mjalt ka një përbërje tepër ndryshe nga ajo e cila gjendet në ëmbëlsuesit e tjerë. Mjalti e rrit metabolizmin tuaj i cili është thelbësor për humbjen e peshës. Ul nivelin e kolesterolit. Mjalti nuk ka fare kolesterol, përkundërzi, përbërësit dhe vitaminat e tij kontribojnë në uljen e niveleve të kolesterolit. Konsumi ditor i mjaltit ka një efekt tepër të dobishëm në nivelin e përbërjeve antioksiduese në trup, të cilat
munden që të luftojnë kolesterolin e keq, e bën në zemrën tuaj më të fortë. Hulumtimet tregojnë se antioksidantët të cilët gjenden tek mjalti munden që të parandalojnë ngushtimin e arterieve. Në varësi të vendit të ndodhjes, ngushtimi mund të çojë në dështim të zemrës, përkeqësim të kujtesës ose dhimbje koke. Pirja e një gote ujë me disa lugë mjalt do të jetë mjaftueshme për ta parandaluar atë. Përmirëson memorien. Hulumtime të tjera demonstrojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin dhe gjithashtu për të rivendosur sistemin mbrojtës qelizor antioksidant dhe si pasojë për të përmirësuar memorien. Përveç kësaj, kalciumi i cili gjendet tek mjalti tretet lehtësisht nga truri i cili ka një efekt tepër të dobishëm në funksionimin e tij. Gjumë i shëndetshëm. Sipas ekspertëve, sheqeri i cili gjendet tek mjalti mundet që të rrisë nivelin e insulinës në gjak, e cila më pas çliron serotoninën. Serotonina transformohet mëtej në melatonin, një hormon i cili nxit gjumin cilësor. Stomak më i shëndetshëm. Mjalti është një antiseptik i fortë, prandaj rekomandohet që ju të hani një lugë mjalt me stomakun bosh. Ky ritual kaq i thjeshtë ndihmon për të parandaluar sëmundje të ndryshme të cilat lidhen me aparatin tuaj tretës. Përveç kësaj, ndërsa kalon nëpër stomak, mjalti shkatërron mikrobe dhe gjithashtu shëron plagët e vogla në mukozë, liron tensionin. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por është një fakt i vërtetë. Mjalti gjithashtu ndihmon në qetësimin e nervave dhe në lehtësimin e lodhjes. Glukoza e cila gjendet tek mjalti është helbësore për punën e neuroneve. Thithet shpejt në gjak, gjë që mëtej çon në relaksim dhe lehtësim të çrregullimeve psikologjike. Përmirëson cilësinë e gjumit. Sheqeri që përmban mjalti rrit nivelin e insulinës në gjak, gjë e cila më pas çliron serotoninën. Serotonina shndërrohet mëtej në melatonin, një hormon i cili promovon një gjumë cilësor. Ka efekt pozitiv në traktin tuaj tretës. Mjalti është një antiseptik i fortë, prandaj rekomandohet që ju të hani një lugë mjalt me stomakun bosh. Ky ritual i thjesht ndihmon edhe në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme të cilat lidhen pikërisht me aparatin tretës. Përveç kësaj, duke kaluar nëpër stomak, mjalti shkatëron mikrobe dhe shëron plagët e vogla. Përshpejton relaksimin. Mjalti gjithashtu ndihmon edhe në reduktimin e stresit dhe zbut lodhjen. Glukoza që përmban mjalti është e nevojshme për punën e neuroneve, gjë e cila do të nxjisë relaksimin dhe lehtësimin e çrregullimeve psikologjike. Mjalti është një antioksidant i shkëlqyer që do të thotë se konsumi i tij i rregull do ta pastrojë trupin tuaj nga toksinat të ndryshme dhe përveç kësaj vetitë antibakteriale do të përmirësojnë ndjeshëm gjendjen e lëkurës tuaj. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!